Gjatë një takimi me kandidat për deputet dhe simpatizant të Partisë Demokratike, kreu i kësaj force politike, Sali Berisha, bashkë bisedoi rreth problemeve të shpronësimit dhe legalizimit të ndërtimeve pa leje. Ai deklaroi se nuk do të ketë urbanizim përpara legalizimit. E kam shprehur dhe në takime tjera, legalizimi të gjithë ata që kanë marrë dokumentat me të cilat kjo qeveria manpeng dokumentin përfundimtar kadastrat legalizimit, ato do jetë dokumentat përfundimtare dhe legalizimi do shpallet me ato dokumenta pa asnjë akt, pa asnjë pagesë. Së dyti, garantoj pronarët e tokës së zënë se ata do shpërblehen me vlerë tregu, jo me vlerë tjetër, veç se me vlerë tregu nga qeveria. Së treti, nuk do ketë urbanizim para legalizimit, do ketë legalizim para urbanizimit. Sipas Berishës, nuk do të vendoset rregull në qoftë se nuk zgjidhet problemi legalizimit.